zoti Haxhimali, korrupsioni në Shqipëri duket se ka kopluar çdo sferë të jetës, jo vetëm në nivelet më të larta të pushtetit qendror, por prej kohësh ai është ulur këmbkryq duke në bashkitë e vendit. Sipas të dhënave të publikuara nga SPAK, që nga krijimi i saj strukture deri më sot, 40 nga 61 bashki të vendit kanë pasur ose vijojnë të kenë dosje të hapura hetimore. 16 kryebashkiak ose ish kryebashkiak janë përballur me akuza që lidhen kryesisht me korrupsionin dhe shpërdorimin e detyrës. Çfarë tregon kjo për korrupsionin e pushtetit vendor? Është një lajm jashtëzakonisht i trisht, është një lajm i keq, tregon që moraliteti, integriteti në tërësi i titullarëve, i drejtuesve, i zbatuesve të ligjit është në kuota shumë të ulta. Tregon që niveli i kontrollit i auditimeve të brendshme lë shumë për dëshiruar. Por nga ana tjetër tregon edhe një vëmendje të shtuar dhe një korrektësi më madhe, një zbatueshmëri e ligjit më me shumë korrektësi dhe përgjegjësi kushtetuese nga organet e sistemit të drejtësisë. Unë personalisht nuk dua ta shikoj si anë pozitive të SPAK-ut, se për mua përgjegjësia e institucioneve drejtuesve lokal apo qendror të zgjedhur apo jo duhet të jetë në atë nivel që mos jetë lëndë parë kurrë për institucionet e SPAK-ut. Ato janë vot besuar, paguar nga taksat e qytetarëve për qenë të drejtë, për qenë të transparent dhe nuk duhet të jenë kurrë në këtë masë korrupsioni, qoftë aktiv, qoftë pasiv. Por, për ta mbyllur këtë çështje, ka diçka tjetër që duhet ta themi që për mua ka një rol shumë të rëndësishëm publiku, reagimi publik ndaj këtyre ngjarjeve. Shoqëria jonë duhet të jetë më ndërgjegjshme, më e përgjegjshme dhe duhet të godasi më shumë se kushdo tjetër, më shumë edhe se SPAK-u, persona të tillë, individ të tillë, zyrtar të tillë që kanë zhurjuar qytetarët duke futur duart në xhepat e tyre. Ato duhet të reagojnë. Kryebashkiakët akuzojnë kryesisht për një gjë, për tenderat. Kjo përkthehet në më pak rrugë, më pak infrastrukturë ujësielsa, shkollë e të tjera, ku kryetari që është zgjedhur nga votat e qytetarëve favorizon një grusht biznesesh. A është kjo arsyeja pse zonat periferike kanë mbetur në ditë të zezë dhe derivati është largimi i njerëzve nga aty? Jo vetëm kjo, korrupsioni është një lezet, është një gangren, është një smundje që po e bren shoqërinë shqiptare, është një smundje kudo ku ka qenë çdo shoqëri historikisht ka krijuar probleme jashtëzakonisht mëdha për tërë sistemin, për tërë demokracinë, edhe për shpërndarjen e shërbimeve që ju me të drejtë pyetni. Po sigurisht do unë ndaj të njëjtin mendim, nëse ti do të futesh në këto kalandat e korrupsionit, nëse ti ke planifikuar 100 lekë buxhet për të bërë 3 kilometra rrugë rurale, atëherë nëse ti do korruptohesh, do të ndërtosh marrëdhënie klientelizmi, marrëdhënie të kundra ligjshme korruptive, sigurisht nuk do bësh 3 kilometra, do bësh 1 kilometër. Dikush mund të thotë po mirë se 1 kilometër këtë vit, 1 kilometër vitin tjetër. Unë po them, okay, do unë po pranoj, pra mos harroj që edhe ky kilometri që do bëhet këtë vit, nëse ka brenda elementet korruptiv, do të bëhet pa cilësi. Nëse kjo bëhet pa cilësi, atëherë ajo do prishet. Nëse do prishet, tu duhet të investosh përsëri dhe përsëri. Çfarë do thotë që parat rrjedhin dhe shkojnë dëm, shërbimi nuk kryhet, qytetarët ngelin pa marrë shërbimin e dur dhe gjithë ky zinxhiri i komunikimit apo i qarkullimit të qytetarëve apo edhe i qarkullimit të ekonomisë krijon jashtëzakonisht shumë probleme. Pra është një para e shkuar dëm nga pikpamja ekonomike, por mos harrojmë është një dhimbje shumë e madhe për moralitetin, për integritetin, sepse ju me drejt përmendë janë 40 bashki nga 61, pra është një shifër shumë e madhe. Është shumë vështirë të gjesh këtë raport të njësive qeverisjes vendore në vende të tjera. Çka do thotë që ka nevojë për një shkundje shumë të madhe, ka nevojë për masa shumë të forta drastike, qoftë nga pikpamje ligjore, institucionale, organizative, nga institucionet e kontrollit, por
duhet të themi ka nevojë më tepër edhe për të shkundur mendjen tonë, për të qenë më mendje hapur, më të ndërgjegjshëm, më transparent, pra zyrtarët publik. Ne në qoftë se nuk ndryshojmë sjelljen tonë, në qoftë se nuk bëhemi evropian në mënyrën se si punojmë çdo ditë, se si zbatojmë legjislacionin, por në qoftë se zhytemi në atë këneton e korrupsionit, atëherë do kemi problem jo vetëm për mungesën e shërbimeve lokale, por kjo do të afektojë edhe kulturën demokratike, qasjen e gjithë shoqërisë tonë në këtë aspekt, dhe kjo është një njollë shumë e keqe. Cilët janë sektorët ku ndodhin abuzimet më të mëdha? Shiko, kryesisht ju përmendet janë tendrat, infrastruktura, investimet në sektor të ndryshëm, por nuk duhet harruar edhe disa detaje që janë të vogla, mbase nuk përbëjnë në thelb në çështjet ekonomike, për shembull emrimet dhe shkarkimet nga puna. Sigurisht dhe këto kanë të bëjnë me prapavit të caktuar, kanë element korruptiv, marrja njerëzve në punë kundrejt jo meritokracisë, por kundrejt marrëdhënieve personale, marrëdhënieve politike, patronazhimit, aktivizimit apo politizimit të saj. Apo edhe rastet të tjera që largohen apo të rikthehen punë duhet të paguajnë prapë. Qoftë në sektor të tjerë që janë më të lehtë, blerja apo shërbime të tjera operative që ofrojnë njësitë e qeverisjes vendore, por edhe agjencitë e dekoncentruara, që po ti shikosh nga institucionet që monitorojnë rastet të tilla dalin në shumicën e rasteve jo vetëm investimet të mëdha, po dhe këto që po përmend dalin me flamur të kuq apo kthehen disa herë. Pra korrupsioni mendoj se është ulur konkret dhe është bërë shumë kapilar, është bërë shumë i dukshëm. Mund ta gjesh në spital, mund ta gjesh në çerdhe, në kopshte, kudo mund ta ndjesh, edhe në një shërbim diku komunal kur nuk merr faturën e karburantit apo shko merr me bidon naftën e ekskavatorit. Pra të gjitha këto gjëra të duken të vogla, por në fakt kanë një ndikim shumë negativ në perceptimin e njeriu, të shoqërisë. Dhe dhimbja më e madhe është për brezat e ri, dhe unë këtu kam një shqetësim shumë të madh personalisht në fakt, sepse duket sikur ky po bëhet shumë i brendshëm, shumë po bëhet një diskur shumë popullor, korrupsioni, po jo gjë po ndryshon, po jo po e bëjnë gjithë, ta bëjmë dhe ne. Edhe më shqetëson fakti që nuk duhet bërë normë dhe kulturë. Norma dhe kultura e shoqërisë tonë janë normat evropiane, standardet evropiane, sjellja evropiane, aty ku duhet të integrohemi. Aty ku është dhe vlera e një shoqërie. Cila është performanca e bashkive të mëdha në atë që duhet ishte si investimi drejt për drejt për interesin e qytetarëve? Shiko, unë po i referohem, po pyetje shumë më bukur bëre në fakti, po unë po i referohem dy raporteve që kanë bërë vit pas viti ministri Mazniku dhe këtë vit ministri Demo, ministrat e pushtetit vendor. Në të dy raportet që ato kanë prezantuar, në fakt konkluzioni është që po të thuar se 50% e njësive bashkive nga 61 kanë një performancë të dobët, po ta bëj për ta përmbledhur pa hyrë në detaje teknike, pra në gjuhë që kuptojnë dëgjuesit tuaj, 50% e tyre nuk e kalojnë klasën në mënyrën se si performojnë, se si mbledhin të ardhurat, se si shlyejnë detyrimet, se si komunikojnë me qytetarët, se sa ato janë transparent në normat dhe vlerat e integritetit, se sa janë të hapur, sa ofrojnë shërbime qoftë urbane dhe qoftë rurale. Në fakt, këtë jo detyrimisht duhet ta lidh me korrupsionin, se tashmë kemi korrupsion në bashkitë vogla, kemi korrupsion në bashkitë mëdha. Kemi bashkitë mëdha të mira, kemi dhe bashkitë të vogla të mira, po duhet ta lidh edhe në mënyrën se si ndërtohet arkitektura e administratës publike dhe qendrore në Shqipëri, në mënyrën se si çfarë vizioni kemi pasur, në mënyrën se si vendosëm objektiv për të ndërtuar institucione të tilla me qëllim që të performojnë mirë, të kenë produktivitet mirë, të shërbejnë qytetarët, mos të korruptohen, të jenë transparent dhe
në rastin e reformës territoriale 10 vite pas saj, pa mbushur akoma duhet të them 10 vite, dalin që gjysma e bashkive kanë një performancë të tillë në shërbimet publike apo në shërbimet administrative dhe kjo tjetra që dam kohë fare që 40% e tyre më shumë pra 50% që performojnë keq nga shërbimet, 40 bashki kanë probleme me integritetin, korrupsionin apo transparencën. Çfarë do thotë që sistemi po përsëris dhe herë kemi nevojë për shkundje të madhe në të gjitha dimensionet. Duhet ju japim shqiptarëve një model të mirë, qoftë në shpërndarjen e shërbimeve, qoftë në institucione që vërtet e luftojnë korrupsionin, institucione që vërtet e meritojnë votën e qytetarëve, institucione që vërtet reflektojnë qartësi ligjore, institucione dhe individ apo drejtues që vërtet janë ligjërisht apo nga ana kushtetueshmërisë janë krejt korrekte. Tashti nëse për sasinë e shërbimeve publike mund të kemi justifikim që kaq janë mundësi, para nuk bien nga qielli edhe pse ka pas buxhet të rritur vit për hir ose vërtetës nga qeveria për bashkitë dhe të ardhur janë mbledhur më shumë, ama produktiviteti nuk ka qenë aty ku duhet. Por edhe është normal se kemi trashëguar shumë probleme dhe vështirësi në infrastrukturë dhe nevojat janë shumë të mëdha, kryesisht në zona urbane. Pra, kjo ha goxha diskutim, por për mua nuk do të haj absolutisht asnjë diskutim normat e korrupsionit. Korrupsionin do ta bësh ke vendosur vetë, është një vullnet personal që do ta bësh. Ato e ke në dorë vetë, po që të shtrosh të bësh gjithë shkollat, rrugët rurale, infrastrukturë, vadice, pyjet, kullotat, sigurisht varen nga parat. Po që ti të korruptohesh për çdo gjë, edhe për naftë, edhe për dieta, edhe për investime, edhe për çdo gjë, atëherë kjo tregon që vullneti është negativist. A duhet ketë një llogaridhënie më të madhe edhe për qytetarët, por edhe për institucionet më të rëndësishme? Në mënyrë të padiskutueshme. Jemi një shoqëri në fakt, sipas meje, që llogarinë kemi më tepër propagandistike. Jemi një shoqëri që nuk futemi në themelin e çështjes për të kërkuar llogari, po dhe vetë nuk jemi aty ku duhet, jemi më tepër në një gjendje stagnacioni. Ne duhet jemi aktiv, duhet jemi proaktiv. Nuk mjafton që të dëgjojmë lajmet apo të lexojmë portale dhe të bëjmë diskutimin e tyre në kafe. Ne duhet të gjejmë të gjitha rrugët ta ngrejmë zërin. Theksoj gjithmonë në diskurin tim, ne duhet jemi qytetarë evropian, atë ku shikojmë që na shkelen të drejtat, ka korrupsion apo dëmtohet interesi publik, qytetari duhet jetë i pari për të reaguar. Nuk i përkas faktit që unë duhet kemi udhëheqës që të më çojnë mua në protesta, në demonstrata, në reagime paqësore apo në çfarëdo lloj forme tjetër protesta apo peticione. Në qoftë se një shoqëri vazhdo të jetë e fjetur në këtë aspekt, ajo do vazhdoj të flej shumë kohë të gjatë, do ketë një gjumë, do zgjohet shumë vonë në gjumin e saj, por një zgjuarje e vonë do t'i shkaktoj probleme jo brezit aktual, po dhe brezave të ardhshëm. Ndaj ne kemi gjithë përgjegjësi të jemi më reaktiv. Duhet të reagojmë, duhet ta ngrejmë zërin ton për të drejta. Duhet të kemi më shumë qartësi, më shumë përgjegjësi ligjore. Duhet të reagojmë në kufinë e votimit. Më ke premtuar do më bësh këtë. Unë e delegova votën time tek ty, ta dash pushtetin që ti ke sot nga vota ime. Atëherë ti nuk e përmbushe këtë, ti u korruptove, atëherë unë nuk do të votoj, jo që do të votoj vetë, po do ngrej zërin që të mos votohesh fare, sepse tashmë të votosh një kryetar dhe 6 muaj, 1 vit apo 2 vit të shkojnë në burg për korrupsion. Dhe qytetarët ku futen në zgjedhje votoj zëvendësin e këtij kryetari që kanë qenë bashkëpunëtor, kjo tregon që ne nuk si shoqëri kemi nevojë të jemi më të qartësuar me veten tonë. Ne duhet të ushtrojmë presion institucioneve apo drejtuesve lokal. Je objekt i spakur.
ka është konstatuar mbi ty kjo çështje, ne duhet detyrojmë të shkojmë drejt të kërkojmë dorëheqjen, jep dorëheqjen dhe institucionet e drejtësisë të vazhdojnë punën e tyre, hap rrugën për një drejtues tjetër, për një politik tjetër, unë duhet të shërbehem. E humbe shansin e votës time, unë nuk të pres më asnjë sekond. Por sigurisht ka nevojë për edukim, për ndërgjegjësim, vim nga një regjim që kemi qenë totalisht izoluar. Një problem tjetër është sot, për hir të së vërtetës, që faktori demografik në Shqipëri është me nota negative, pjesa më rinore, më dinamike, më aktive, po largohen jashtë vendit dhe një shoqëri me pak të kontingjent rinor, pra pak të energjinë rinore ka dhe të vështirë të ketë energji për të aktivizuar për të drejtat e tyre, por le të jemi më me shumë shpresë në këtë ditë të madhe të Bajramit, sot dhe të themi që gjërat do përmirësohen, por duhet të jemi më reaktiv, më të drejtë, më të përgjegjshëm, s'paku për veten tonë, për familjen dhe fëmijët tonë, duke kërkuar atë çfarë është e drejtë. A duhet jetë në alarm sot mënyra të funksionuarit të pushtetit vendor? Shiko, duhet të jetë në alarm. Nuk mendoj se ne jemi në një zonë të mjegut, nuk kemi performancën e dur aty ku është, nuk dua ta konsideroj alarm, duhet të jenë pozitiv, se sot thash edhe një herë është një ditë shumë e madhe dhe mesazhet duhet të jenë krejtësisht pozitive. Nuk kemi performancën e pritshme për hir të së vërtetës, as në shërbime, as në menaxhim, as në performancë të burimeve njerëzore. Këto janë demonstruar her pas here dhe ne kemi parë me një shi të shpejt që bie në mes të rrikut përmbyten gjysma bashkive. Me një rritje temperaturës në qershor, korrik apo gusht, apo dhe në shtator, digjet një pjesë e madhe e pyjeve dhe kullotave, sa do të thotë që me pak reshje shiu rrëshqasin gjysma e rrugëve. Probleme me strehimin, probleme me shkollat që s'kan ngrohje. Pra ka një sër problemesh vërtet janë këmban alarmi dhe kanë nevojë për të trajtuar seriozisht. Në këtë rast jo vetëm nga institucionet e bashkive, edhe pse ato janë përgjegjësit kryesor, sepse për vitin 2026 ato 61 bashkitë kanë gati 1 miliard euro shpenzime dhe ato duhet t'i shpenzojnë me përgjegjësinë ligjore më të madhe, pjesën më të madhe të shërbimeve duhet ta çojnë në investime dhe në jo në kosto administrative apo pagesa punojësish, sigurime shoqërore apo shpenzime tjera operative. Po në qoftë se ky raport vit pas viti vazhdo të mbetet në disfavor të investimeve, atëherë jemi afër alertit, por përgjigjes tuaj mund t'i përgjigjem edhe kështu që jo tamam alarm, por fakti që qeveria shqiptare 10 vite pas reformës vendosi të riorganizojë, edhe një herë pas vitit 2022, aktualisht ribërjen e reformës territoriale, riorganizimin territorial dhe për këtë është ngritur një komision i posaçëm i reformës territoriale. Ka kuptuar që nuk jemi në shinat e dura, ka nevojë për ndryshime, për organizime strukturore me qëllim që qytetarët dhe të përfaqësohen më mirë dhe të marrin shërbime më të mira. Pse nuk ka një kombinim reformash që përfshin transparencë financiare në administratën profesionale dhe institucione të pavarura kontrolli, apo mungon realisht vullneti politik që të arrihet kjo? Shiko, nëse ne lexojmë se si në këtë arkitekturën e shtetit shqiptar me 1200 institucione, agjenci të qendrore, lokale dhe të dekoncentruara, mund të gjejmë në cilën nga këto nivele institucionet që ju përmendi me të drejtë janë mekanizma apo filtrat monitorues apo të antikorrupsionit apo të transparencës. Unë nuk mund të them që nuk ekzistojnë.
A ka audit brendshëm për njësitë e qeverisjes vendore? Sigurisht legislacioni e përmbat, disa kanë. A funksionojnë aty ku janë? Sigurisht ka disa zyra, ka disa stafe punojnë, por cili është produktiviteti i tyre? Kjo lë shumë për dëshiruar. Pastaj unë kam fjalën tek kontrolli i lartë i shtetit, për cilën do unë mendoj që ka paraqitur goxha raste, është nga ato institucionet që kanë ndjekur, monitoruar këtë çështje me shumë vëmendje, por nuk është qëllimi që të kemi vetëm një institucion të monitorojë, kontrollojë, bëjë denoncime, të çojë dosje në SPAK. E gjithë gjëja duhet të fillojë që nga institucionet, pra nga pikpamja organizative duhet ta ketë cili do institucion këto organizimet, këto instrumentat e luftës kundër korrupsionit apo të bërjes së transparencës apo të monitorimit. Pra nga pikpamja organizative edhe nga pikpamja ligjore, institucionale ato janë, por e gjithë çështje vullneti. Nëse ti e ke diçka dhe posedo si instrument, ose ke vullnetin ta përdorësh, atëherë mund ta mbash aty dhe ajo nuk do të funksionojë. Si çështje që ti mund të kesh një iPad shumë të mirë të fjalës fundit, i bukur, e ke dekoruar, e mban shumë mirë mbi tavolin, po ti nuk je në gjendje ta përdorësh për të bërë një podcast apo për të lexuar apo për të prodhuar diçka, atëherë mbaje aty le të jetë si gjendje inventare, por nuk prodhon absolutisht asgjë. Por për ta përmbledhur ka nevojë që ndërgjegjësimi, edukimi, reflektimi, mënyra të menduarit të gjithë Shqipërisë, të gjithë të shqiptarëve, të gjithë aktorëve të shoqërisë civile, të institucioneve, zyrtarë të zgjedhur dhe jo të zgjedhur, qendror apo lokal, në punës civile apo jo, duhet ndryshojmë thellësisht kahun për sa i përket sjelljes tonë me shoqërinë, për sa i përket sjelljes ndaj shpërndarjes së shërbimeve publike apo marrëdhënieve me qytetarët. Vetëm kështu mundet të dalim nga këto probleme të mëdha që ka sot pushteti vendor. Çfarëdo mekanizmi të bëjmë, çfarëdo reforme të bëjmë, nëse vullnetin nuk e kemi për ta zbatuar siç duhet apo ta ndjejmë me shpirt që ky është vizioni jonë dhe këtë do ta mbyllim në interes të qytetarëve, do kemi një progres të matshëm vit për vit, progres real, jo progres propagandistik, atëherë mund të jemi në ato probleme që ju ngreni. A mendoni se hetimet e SPAK kanë sjell frikë në radhët e kryebashkiakëve? E pranoj këtë. Është jo vetëm perceptim, po është ajo ndjesi shumë e fortë tek zyrtarët. Dhe kjo është dalluar dhe qartë që ka shumë, po marr një tregues që ka shumë zyrtar lokal pakën, po dhe qendror. Lokalët i njoh më mirë se ka marrëdhënie më të ngushta me to, largohen nga puna, përpiqen të jenë të tërhequr, shumë vështirësi të urdhërosh të marrin pjesë në këto komisionet e vlerësimit apo të tenderimit. Por edhe zyrtarët vendor, se tashmë kemi praktikën ato që ju thatë, 40 bashki nga 61, një numër i goxha i konsideruar kryetarësh apo nën kryetarësh, dhe kjo ngel në memorien e të tjerë. Edhe pse tash unë nuk duhet ta marr si pozitive këto treguesit negativ për pjesën tjetër të shëndetshme, por le të themi për rastin po e trajtojmë shumë mirë që ti të dëgjojnë dhe të tjerët. Por në këtë aspekt sërish jam skeptik që të themi, ka ndodhur kjo gjëja dhe tashmë situata do të përmirësohet, sepse në qoftë se më çoh para 5 vitesh ne kishim një numër goxha më të ulët në pikun kur SPAK-u, pra si institucion, ishte më top. Ne kishim më pak. Tashmë që SPAK-u vërtet duket sikur po organizohen, janë më shumë, zhurma po bëhet më shumë, po rritet dhe norma e korrupsionit. Pra, kishim 15 kryetarë, bën 20, kishim bashkia 25, sot kemi 40. Kishim 3 kryetarë, sot kemi 16, 17, nuk e di sa përmendet juve.
Pra do të thotë kjo nuk më vendos në një relacion shumë të drejtë, pak u fort dhe lufta e korrupsionit shumë e madhe. Çka më çon atë bindjen që sigurisht i duam institucionet e forta, të fuqishme, të afta, të menaxhojnë, të kontrollojnë, të zbatojnë ligjin, por nëse të gjithë institucionet tjera nuk integrojnë sjelljen, veprimtarinë, zbatueshmërinë e ligjit, sigurisht korrupsioni do jetë në të tilla norma, në të tilla tregues. Nuk duhet harrojmë këtu në fakt që jo SPAK-u në Shqipëri, por dhe institucionet të tjera ligjzbatuese, kontrapart të SPAK-ut në vendet të tjera, qoftë Evropës, Bashkimit Evropian në Evropa dhe në vendet të tjera, nuk janë institucione që kanë izoluar, e kanë zeruar korrupsionin. Është një gjë që nuk ndodhe, nuk ka ndodhur historikisht, por që kemi në mënyra e shtrirjes kapilare te i kalon në fuqinë e institucioneve për ta parandaluar. Ndaj tek këtë dinje që ne duhet të jemi gjithë si shoqëri, si institucion të organizuar dhe shumë të ndërgjegjshëm dhe shumë të përgjegjshëm në fakt. Edhe ne nuk duhet i ofrojmë infermierit 5.000 lekë si qytetar, por edhe mjeku nuk duhet na e marrë. Edhe ne duhet t'i ofrojmë mësueses, po dhe mësuesjes duhet na e marri. Pra, është shumë komplekse, por theksoj dhe njerë duhet të ndërgjegjësohemi. Sigurisht masat shtrënguese janë elementi kryesor, sigurisht rregullatori, pra qeveria dhe institucionet kanë përgjegjësinë kryesore, por duhet të jemi më të përgjegjshëm dhe duhet të investojmë për të ardhmen si shoqëri, si qytetar, si familjar, si prind, sepse shkollaj sot mund të marrësh 5.000 lekë apo x lekë, por të duket sikur solle një pije të ftohtë për vajzën apo djalin në shtëpi, por i ke krijuar këtij fëmijës tënde apo dhe vetes tënde për ja 10 vite të tjera një ndotje shumë më të madhe se ajo që shijon tek ky 5.000 lekëshi. Ministria e Financave vetëm pak ditë më parë ka publikuar raportin me borxhet e prapambetura të bashkive, ku bashkia Kavaj kryesonte listën, duke u pasuar më vonë nga Tirana, Pogradeci, Vora dhe Rogozhina. Pse kjo renditje dhe çfarë tregon kjo për këtë bashki? Po është e vërtet në fakt prej disa vitesh këto bashki mbeten me borxhet më të mëdha, edhe këto janë borxhet që kanë u trashëguar nga bashkitë që nga reforma i pjesë i kishin bashki që ishin po bashki edhe pas reformës dhe para reformës. Këto borxhe mbi 50% të volumit të tyre përbëjnë kontratat dhe investimet e realizuara apo dhe të pashlyera. Pjesa tjetër bëjnë shërbimet apo blerjet, ke blerë naftë, karburant, ushqime për çerë dhe kopshe dhe nuk i ke shlyer. Një pjesë tjetër shumë të madhe përbëjnë konsumi i energjisë elektrike për shkolla, për zyra apo institucione dhe nuk kanë paguar apo ujësjetra dhe nuk e kanë shlyer, janë debitor të OSHE-s. Ajo që mua për të gjitha janë të dhimbshme për hir të së vërtetës, po ajo që është shqetësuese është fakti që diku tek 10% është mbyll fundi vitit 2024, për 2025 ne jemi duke bërë aktualisht raportin, është gati 10%, 9 deri 11% e këtij borxhi përbëjnë largimet nga puna të administratorëve vendor nga 61 bashki. Tash më thoni ju mua, a ka luksin sot Shqipëria, a ka luksin sot 61 bashkit në këtë krizë të burimeve njerëzore, ku studentët, mjekët, inxhinierët, IT-t, ekonomistët apo juristët, në momentin që morin diplomën, largohen jashtë vendit. Dhe ti ke luksin ti largosh. Hiq njërin merr tjetrin. Hiq demokrat merr socialist. Merr patronazhist, merr aktivist. Hiq socialist merr demokrat aty ku ndodh në palën tjetër. Po pse kështu ndërtohet administrata e shtetit me nepotizëm? Po këtu duhet kemi një karrierë, legjislacioni përcakton fare qartë, qoftë kodi punës
në rastin më thjesht qoftë ligje për shërbimin civil. Pun kanë administrata të ndrohet sa herë ndrohet kryetari bashkisë. Edhe në bashkicë janë ndruar kryetar brenda i forcë politike, bëhen avokata të tilla. Ato i largojnë nga puna, gjykata i rikthen në punë, dhe kur i rikthen në punë ato si morin prapë gjykata i detyrohet të paguajnë për një vend pune 1, 2 apo 3 punonjës. Pra, shikoti çfarë bëhet në rastin e këtyre borxheve. Kjo është pak a shumë çështja e borxheve se si është kompozuar. Duhet të shtoj diçka që në vitin 2015 ishte viti i parë i reformës që krijoi 61 bashkitë. Borxhi që ishte atëherë i akumuluar ishte rreth 12.1 miliard lekë. Sot është diku te 3 miliard lekë, 3 më pak se 4. Ama duhet të them vetëm një gjë që në vlerësimet e performancës që bën Ministria e Pushtetit vedor e marrin si tregues pozitiv që bashkitë e kanë shlyer borxhin. Unë kam një mendim tjetër, që pjesa më e madhe e këtij borxhi është shlyer nga qeveria qendrore, ka injektuar qeveria qendrore, pra ju ka bler qeveria qendrore borxhin. Unë duhet ta përmend si fakt, jo se jam kundër se qeveria i ka shlyer, se kam qenë nga ato persona në pozitat e advokuesit të bashkive dhe si një ekspert i qeverisë vendore, kam thënë që në momentin që u bë reforma territoriale të 61 bashkitë e Shqipërisë, duhet ta startonin veprimtarinë e tyre ekonomike në bashki me zero borxhe. Këtë borxh me që reformën e bëri qeveria, ta mbarte qeveria dhe bashkitë ishin të shliruar në këtë aspekt. Qeveria atëherë e kundërshtoi dhe ajo kishte argumentet e veta. Ne po ju japim më shumë akses, ato të marrin më shumë përgjegjësi. Shtohen akseset kapitalit tyre, le të shlyejnë borxhin. Nuk është se nuk ka kuptim dhe kjo, të jenë krejt i sinqert, por çfarë ndodhi? Unë e referova këtë fakt sepse dija mirë se çfarë është fizionomia e një organizate si bashki. Pra, në momentin që startoj një reformë të re, do krijohet një kafë, një rrëmuj, organizimi, transferimi, burimet njerëzore, borxhi dhe kjo ju trashëgoi vit pas viti. Qeveria e kuptoi këtë dhe vit pas shpesh ka dhënë 2, 3 apo 4 injeksione që ju ka bler ajo borxhi. Shumë mirë ka bërë, por në këtë rast nuk mund të them që bashkia performoi mirë, ndërtoi bazat të shëndetshme të zhvillimit ekonomik, bazat shumë të shëndosha financiare, nuk uli shpenzimet e tepërta, krijoi një portofol rezervë për shlyer borxhin. Kjo nuk ka ndodhur, nuk duhet ta them të vërtetën siç është. Pra, edhe pse ka ulur, pjesën më të madhe e ka shlyer qeveria. Ama a duhet kenë përgjegjësi bashkitë për këtë? Duhet kenë përgjegjësi. A ka mundësi ta zgjidhin? Po ka mundësi ta zgjidhin. Unë po ju them vetëm një fakt. Edhe si qëllimi i reformës territoriale në 2015 do ulen numri punonjësve, do ulen shpenzimet, do rriten investimet. Shumë mirë. Kjo raport. Tash derisa po bëjmë reformë tjetër, po. E tëra, po nëse shkojmë pastaj brenda organizatës. Marrim për shembull rastin e bashkisë Vlorë, në 2015 500 punonjës, në 2025 1500, 1600 punonjës, apo diçka, pra në të gjithë trupën e saj shërbyese publike, shërbyese në përzyra, në për institucionet e saj. Por tu ka dy gjëra, pra ti çfarë ka ndodhur, si mund të shlysh borxhet kur ti rrit shpenzimet? Si mund të shlysh borxhet kur ti vetëm vazhdo të shtosh numrin e punonjësve në për administratë? Qëllimi i bashkisë është të ndërtojë baza të shëndosha të zhvillimit ekonomik në sektorin e biznesit, jo të shtojë numër punonjës në zyrat e tij, se punonjësit në zyrat e bashkisë do t'i paguajnë qytetarët, unë ti dhe ne gjithë të tjerët. Pra, kishim rreth 20.000 punonjës në 2015, sot kemi rreth 40.000 punonjës, janë dy fishuar. Por kjo ka dhe një element tjetër, të gjithë paguan edhe më shumë, jam më të mëdhaj në numër akoma më të madh, por kemi dy gjëra që duhet i them. Por se duhet një trup kaq e madhe, kur kemi 22% të popullsisë më të vogël krahasim me para 10 viteve, kishim rreth 2.3 milion banor, kemi 2.3-2.4 milion banor. Numri i popullsisë ulet, numri i punonjësve shtohet. Investimi që ka bërë qeveria dhe donatorat të partnerët në digitalizimin e shërbimeve publike, në automatizimin e këtyre shërbimeve dhe shumë mirë ka bërë, pra i Albania apo ky sistemi
me të gjithë agregatet tjera ka kushtuar 500 milion euro. Çfarë do thotë? Investohet në teknologji dhe në digitalizim dhe shtohet fuqia punëtore manuale. Pra, këto janë dy tregues që kur bie popullsia, kur investohet në teknologji, fuqia e burimeve njerëzore, kosto për burimet njerëzore duhet të ulën. Në Shqipëri ka ndryshe tash ç'to themi. Pra, e gjithë kjo përmbledhet në atë që ti nuk i ke më fuqinë për të shlyer borxhe apo për të mbuluar shpenzimet të tjera, dhe mbi të gjitha nuk je i aftë sa duhet të bësh shpenzime, të ndërtosh një ekonomi të shëndetshme, të investosh në infrastrukturë, në teknologji, në shërbimin, në transport, në gjithë sektorët publik jetësor, qoftë në qytet, qoftë edhe në fshat. Ai është fshatin e përmend gjithmonë në fakt sepse është më i disfavorizuari. Nuk është e pajustifikueshme, nëse bën shpenzime të tilla, do jesh në gjendje të bësh kanale të vadice, që sigurosh minimumin e shërbimeve jetike atyre fermerëve që jetojnë në fshatra. Pra, i gjithë ky zinxhiri krijon një kompleksitet administrativ me paqartësi shumë të mëdha, por me shpenzime shumë të larta. Po, për paketën e maleve ku qeveria ka shpall zonë prioritare, a keni një koment, zotja Xhemali? Unë kam ndjekur, kam pas disa qëndrime, disa shkrime. Hyn nga ato persona që në raport me të tjerë që kanë kundërshtuar kanë thënë shumë mirë që të bëhet një paketë e maleve. Po unë kam parë paketën e maleve për të zhvilluar mali. Nuk e kam parë paketën e maleve për të zhvilluar fusha. Tashti këtu ndahem krejtësisht. Kur sa do bëjmë paketën e maleve, kemi qenë në këshill konsultative dhe kam thënë shumë mirë. Në mal të çojmë nga pas malit të Dajtit, pra në Shëngjergj apo në zona të tjera, disa investime të tilla të natyrës së turizmit, më tepër për të nxitur mobilitetin, për të nxitur qytetarët të shqiptar që në një weekend, në një fundjavë, në një ditë pushimit, të lëvizin vetë, marrin familje, të shkojnë t'ju tregojnë të mirë çfarë është mali, çfarë është pylli, çfarë është rapi, çfarë është ahu. Edhe në këtë lëvizje han drek, pijnë kafe dhe shikojnë natyrën. Pra, ky është qëllimi, por duke ecur, edhe mund të blejmë diçka tek ai fermeri që është aty në rrugë, që ka dalë ai fshatari të shesi diçka. Pra, kanë krijuar këtë lloj zinxhiri vlerash. Edhe mund të kalojë makinë për furnizimin. Duke qenë kështu, mendoj që atje para këto nuk ka jetë, por duke lëvizur ne mund të shikojmë që ka rënë zjarri, mund të njoftojmë pra më shpejt japim një sinjal. Por tashmë në këto aspekte kam parë pozitivisht. Por kur mendoj sot që kemi 1000 aplikime dhe pjesa më e madhe janë në disa bashki 100% fushore që janë në nivelin e detit, kjo nuk më lë shihet të mirë. Unë nuk mundet të them që Durrësi apo Shijaku apo Peqini apo një pjesë të bashkive që janë në nivelin e detit që ato përmbyten nga shiu parë që bie në korrik, të them që kemi zbatuar paketën e maleve. Nuk hy në detaje teknike, mjaftot ky koncept më duhet mua. Kemi përkufizuar çfarë është mal. Mal nuk është zero mbi nivelin e detit, as 10 metra mbi nivelin e detit. Mal është kur fillon mbi 600-800 metra mbi nivelin e detit për të zhvilluar ekonomi atje ku nuk ka më shtëpia, se ky është atje ku nuk ka më njerëz, ka më komunitete, se po largohen dietet. Kjo ishte nxitja. Por shikoj që nuk në këtë aspekt nuk më pëlqej, edhe një aspekt që duhet të shqyrtoj rastin me ju. Vërtet, sot në Shqipëri, qoftë shqiptar brenda, po dhe ato që vinë nga jashtë, e kanë potencialin e ekonomik, qoftë individ familjar, emigrant, se edhe ky ishte qëllimi i tyre, që të vinë njerëz nga diaspora, por ka dhe biznese këtu brenda që kanë aq sasi parash për të ndërtuar. Por unë kam dhe një merak, Shqipëria është vend i vogël, 28.000 km2 dhe nuk di tash që jam në dileme dhe me veten për hir të së vërtetës, kemi luksin që ne duhet të ndërtojmë 1000 grehina, mund t'i ndërtojmë ato të bukura me tull, me xham të përshtatshme, aty nuk kam asnjë problem. 1000 biznese të tilla që duan nga 500 a 1000 metra që ta zënë këtë territor. Kjo
nuk do më pëlqente shumë që ne vetëm të mbjellim gjëra të tilla. Nga ana tjetër, parqe ulike, nga ana tjetër, parqe të mbuluara me çam për energji diellore. Ne duhet kujdesemi pak për faunën, florën, biodiversitetin, për këtë ekosistem të natyrës. Nëse ne vetëm e mbjellim tulla llaçi, hekuri në zona urbane, kryesisht kjo ka ndodhur tashmë dhe jemi të mbytur, por nëse vazhdojmë me këtë tendencë, edhe mjedisin ta çojmë po në këtë drejtim, mendoj që në afat gjatë mundet të kemi probleme. Po ky është mendimi im, tash nuk kam ndonjë studim shkencor, por e mendoj në një panoramë të përgjithshme. Faleminderit shumë zoti Gjymali për intervistën.